Forumi i gruas Tetov shënoi 25 vjetorin e themelimit dhe funksionimit me një aktivitet solemn me moton 25 vjet fuqizimi grave, frymëzim për ndryshim. Koordinatoria e projektit Sllaxhana Todorovska theksoi se shënojnë 25 vjet guxim, këmbgulje dhe reflektojnë mbi rrugtimin e deritanishëm, arritjet dhe sukseset e përbashkëta. Денес Сдружение Женски форум отбележува 25 години от своето основање и активно делување. Janë 25 vjet në të cilat Forumi Gruas Tetov nuk është vetëm një shoqat, por një zë, mbështetje, stre dhe shpresë për Miragra. Kur filluam në janar të vitit 2001, kohët ishin ndryshe. Të flisje publikisht për barazi gjinore, për dhunën ndaj grave, për të drejtat dhe pozitën e gruas nuk ishte as e lehtë dhe as e pranueshme. Punonim në mjedise të mbyllura, me paragjykime të rënjosura thellë dhe koncepte patriarkale, ku roli gruas shpesh ishte i kufizuar, i heshtur dhe i padukshëm. Por ne nuk u tërhoqëm. Përkundrazi, hym aty ku ishte më e vështirë, me durim, me respekt, me dëgjim dhe me kujdes të sinqert, hap pas hapi ndërtuam besimin. Xhane Kreshova, drejtoresh dhe njëra ndër aktivistet më të zëshme të Forumit të Gruas, theksoi se ja kanë arritur qëllimit për të ngritur zërin e grave, pavarësisht mbështetjes së pakët institucionale. Kjo është një datë me të vërtet për të lavdëruar që kemi pas fuqi, vazhdojmë, punojmë dhe të korrim suksese. Ne kemi gruan në shënjestër. Gruaja është ajo e cila të udhëheq një familje, një shtet mundet, pse jo. Është e gjithanshme dhe presim që kemi suksese edhe në të ardhmen. Qëllimin ja kemi arritur, pasi e kemi në shënjestër si thash gruan, mirë po, nuk kemi mbështetje institucionale në nivel lokal, si që është komuna, edhe në nivel qendror. Tërkohën, këto 25 vite kemi punuar me forcat tona dhe me ndihmën e faktorit ndërkombëtar. Kemi kërkuar ndihmë, po s'kemi pa sukses. Përndryshe, Forumi i Gruas Tetov ka sjellë ndryshime në jetën e grave në rajonin e Pollogut, të cilat për shkak të normave shoqërore kanë qenë më të mbyllura dhe nuk kanë gëzuar shumë të drejta. Ky forum ka një rol thelbësor në ndërtimin e një shoqërie më të drejtë dhe më gjithëpërfshirëse, sepse ka krijuar dhe krijon hapësira të sigurta ku gratë fuqizohen, dëgjohen dhe inkurajohen të marrin pjesë aktive në jetën shoqërore, ekonomike dhe publike.